Ka rezultuar me humbje java e 15 e kampionatit të kategorisë së parë në futboll për ekipin tonë të Burrelit. Matjanët u mundën këtë të hënë me rezultatin 2-0 nga Kavajasit në ndeshjen e luajtur në fushën e stadiumit Luz i Vogël. Nga një gol për secilën pjesë ka mjaftuar Besës të marrë 3 pikë në këtë përballje dhe të fitojë ngjitje me 2 vende në tabelën klasifikuese. Me golat e Spahiu dhe Kapos u mbyll takimi Besa 2 e Burreli 0. Me këtë humbje, skuadra matjane drejtuar nga tekniku Samuel Nikaj ka humbur edhe 2 vende në renditje. Aktualisht matjanët pozicionohen në vendin 7 në kuotën e 19 pikeve. Ky pozicionim vjen edhe pas takimeve të zhvilluara të dielën mes ekipeve rivale të Burrelit. Kështu Iliria mundi me rezultati 1-0 Kukësin. Kastrioti fitoi minimalisht 1-0 ndaj Apolonis. Luftëtari humbi në Gjirokastër 1-2 ndaj Lushnjës. Korabi u mund nga Glaçi në Peshkopi me rezultatin 2-0 dhe Skënderbeu humbi në fushën e tij ndaj Pogradecit me rezultatin 1-2. Në mbyllje të javës së 15 të kampionatit të kategorisë së parë në futboll, Skënderbeu kryeson me 34 pikë, ndjekur nga Laçi me 27 pikë dhe Pogradeci me 26 pikë. Tabela mbyllet me Luftëtarin me 10 pikë dhe Kukësin me 9 pikë.